Nderuar teleshikues, tani jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës ku çdo të diel në 16:30 në këtu në Fox News do të kemi të ftuar avokatin Altin Goxhaj për të diskutuar rreth aktualitetit në vend, një sër ngjarjesh brenda vendit e jashtë vendit. Si fillim, avokat, ju përshëndes. Përshëndetje. Kënaqësi që jam këtu me ju, po jam këtu sot nga vendi i krimit. Kështu e quaj unë këtë. Gjithmonë i zgjidhni vendodhjen të pazakontë, të paparashikueshme. Besoj se jeni tek kryeministria. I paparashikueshëm është edhe ky. S'kam ç'i bëj. Patjetër. Avokat, do doja t'ja nisnim pak me një zhvillim më të fundit me sportin, besoj. E keni ndjekur ndeshjen. Me ndeshjen Shqipëri-Serbi kanë pritur gjithë shqiptarët me entuziazëm dhe tifozëri. Çfarë pritshmërish keni pasur për rezultatin? Si u duk marrëvajtja e rendit? A mund të na jepni një koment? Para 7 ditësh isha i ftuar në Klan Kosova për këtë gjë, për ndeshjen. Dhe nxora pretendimin që këtë ndeshje ta fitojë Rama dhe Vučić dhe ta humbin shqiptarët. Dhe pata drejt në dy drejtime. Si Rama, si Vučić interesuar për rezultat 0-0. Dhe humbja penaltis, unë kam dyshimet e mia, që ishte humbja apo ishte pjesë e skenarit, sepse në këtë vështrimin tim, kjo është një ndeshje politike, e kuruar personalisht nga dy vëllezërit siamez, ku po të smuret njëri të shtin tjetri dhe po të shtin tjetri smuret tjetri. Që do thotë, këta të dy e kuruan këtë ndeshje bashkë me mekanizmet e tyre të dy ekipeve, dy skuadrave, dy federatave, dhe në këtë vështrimin tim, kjo është ndeshje e trukuar. Avokat, mund t'ju pyes se si shërben formimi i një ndeshje politike? Çfarë shërben ky rezultat 0-0? Në aspekti politik që thoni Rama, Vučić, aludimi i tillë. Është win-win, nuk kam çfarë humbasin nga kjo gjë. Do të thënë, nuk kam se të fitojnë. Po të fitonte njëri në një stadium do ishte bërë një zallamahi e madhe gëzimi. Po të fitonte tjetri stadiumin e tij do bëj dhe më mirë kështu e lejmë 0-0. Ose më saktë barazim. Të dyja palët ngelen politikisht në rregull me njëra tjetrën. Por ajo që unë mendoj që dolën të humbur shqiptarët ishte nga një akt i paprecedent, i shëmtuar do të thoja, që në këndvështrimin tim është vepër penale, i përdosjes së simboleve kombëtare. Duhet kujtoj një moment shumë të shëmtuar, ku policët skuan për të hequr një flamur të UÇK-s, sikur po ishte një flamur nazist apo një flamur të çetnikëve, jo të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Mënyra me urrëtie, mënyra e shëmtuar si ata e shkulën atë flamur, mënyra se si e zhubravitën atë flamur dhe e morën zvarr atë flamur, ishte një nga ofendimet më të mëdha që mund të jetë bërë që nga vitin 99 deri më sot ndaj gjakut të dëshmorëve, ndaj ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe ndaj gjithë asaj që quhet krenarisë tonë kombëtare. UÇK-ja është krenari kombëtare. Është ai moment ku shqiptarët në gjithë kushtet e vështira mbas një sundimi dhe pushtimi shumë vjeçar, për shkak të padrejtësive botërore, më së fundi fituan pavarësinë. UÇK-ja i kishte rolin kryesor të përshkruajë atij konflikti që solli ndërhyrjen e forcave të NATO-s. Mënyra se si Rama e trajtoi rastin e UÇK-s, flamurit të UÇK-s, ishte një mënyrë tipike serbe dhe jo shqiptare. Kjo tregoi që kjo parti është aty ku ka filluar, në kohën e Dušan Mogoçës dhe Miladin Popovićit. Dhe urrëtia e policëve që kishte shtyr Rama, kishte nisur Rama, ishte motivim urdhrash që tregon dhe frym. Pra nuk ishte një urrëtie, një budallaj. Ishte sjellja e tyre agresive dhe brutale dhe mënyra e pa edukat, ose më saktë, se ta them unë ty nuk po gjej dot fjalën e përshtatshme. Tamam sikur ishin serb dhe po ishin flamur të UÇK-s. Avokat, nëse e kuptoj sakt, një incident i tillë, tërheqjen e flamurit të UÇK-s me simbolin e UÇK-s, ishte urdhër nga Rama? E kush mund të guxoj ta bënte atë veprim pa lejen e Ramës, të paktën. Kuptoj. Kush do guxonte? Në një ndeshje që ka kaq shumë organizim policor, ka kaq shumë komandë qendrore dhe që ka kaq shumë interes drejt për drejt të kryeministrit, për shkak të Vučićit dhe Ramës, e për shumë faktorë tjerë. E kush do guxonte ta bënte atë veprim, po të mos ishte i duhuri, sipas asaj që kërkonte Rama.
Ne e dim që tashmë policia, rekrutimet të gjitha e bën me patronazhistë. Dhe dukeshin nga mosha policët, që nuk ishin policë të vjetës, edhe s'da bënin kurrë që të tillë. Dukeshin nga fytyrat, dukeshin që ishin nga këta patronazhistët e rrjeteve sociale të policisë shtetit, se shpesh na qellon dhe ballafaqohemi me ta. Mënyra se si ata e bën, unë mendoj që ka qenë një nga incidentet më të shëmtuara që shteti shqiptar ka bërë në raport me Kosovën dhe me UÇK-n. Dhe unë mendoj që kjo është një vepër penale, si avokat, për shkak se unë e quaj përdhosje simboleve kombëtare. Damuri i UÇK-s është një simbol kombëtar, sepse është simboli luftës, është simboli çlirimit të Kosovës. Dhe është një flamur që nderohet në Kosovë në të gjitha format e mundshme, dhe duke qenë se në Kushtetutën e Shqipërisë përcaktohet aspirata më e rëndësishme, Bashkimi Kombëtar, ne jemi pjesë e simboleve të Kosovës, pasi aty ka dhe gjakun e shqiptarëve të Shqipërisë. Mos harrojmë dëshmorët shqiptarë të Shqipërisë në atë flamur. Ndaj dhe unë mendoj që Rama ka konsumuar, bashkë me forcat e tij, ka konsumuar veprën penale të përdorjes simboleve kombëtare, dhe unë mendoj që kjo s'mund të lehet si një narrative thjesht, po meriton edhe një kallëzim penal. Prisht të kallëzimet tona janë, ke përshë me rehith, po asgjë s'del sepse dihet se pse nuk del. Dihet sepse SPAK-u është tashmë një strukturë tipike e kryeministrisë. E pam këtë zgjedhje, e pam që të vetmet suksese të mëdha ndaj pushtetit kishte armiqtë e Ramës, dhe se si shërbeu në zgjedhje për të mbajtur kontroll pikërisht manipulimin e votës në mënyrë që atë ishte eficiente dhe pa asnjë futje gjembi në këmbë. Në këtë kuptim unë do të thoja që kjo është një ngjarje shumë e rëndë që duhet shqetësoj çdo shqiptar Shqipëri dhe shqiptar Kosovë. Sto këtu pas edhe ato skenat e shëmtuara të policëve që merrnin zvarr. Po. Do doja të ceknim pak raportin e përzgjedhjet e realizuar nga raportuesi austriak Andreas Scheider, e cili cilëson Shqipërinë si shtet pararoj në integrimin evropian. Ju si e shikoni këtë? A përputhet ky raport me realitetin politik në Shqipëri? Unë këtu kam një dokument me 16 faqe, që është raporti jonë drejtuar OSBE-s, është raport në anglisht, është në 16 faqe, ku ne bëjmë një letër që i kërkojmë të ndalojë rrenat dhe të distancohet nga rrenat që kanë futur raportin e tyre në vëzhgimin e zgjedhjeve, ku kanë dhënë 9 herë një informacion të rrem si kur Shqipëri bësh identifikim biometrik dhe një herë si kur ky ishte offline. Sipas të dhënave tona, në Shqipëri, jo vetëm që s'ka që zgjedhje të lira të ndershme, që s'bëhet fjalë, po nuk ka pas zgjedhje fare. Sepse nuk mund të quhet zgjedhje ato ku në kutitë e votimit bëhet fjalë që mund të jenë 150.000 fletë votimi më shumë se sa ka banor ky vend. Votues plas. Sipas të dhënave që ne kemi mbledhur dhe që po mbledhim çdo ditë dhe që këtë javë dalin raportin ton final të zgjedhjeve, ku rezulton nga dhënat tona që manipulimi këtë herë ka qenë inxhinierik, i përdorur në inteligjencë artificiale, ka marrë peng gjithë shqiptarë duke mbledhur gjithë dhënat e tyre, dhe megjithse ka bërë çdo lloj patronazhimi të mundshëm për të siguruar manipulim votash në çdo pallat, në çdo lagje. Prapse prap në kutitë e votimit gjenden 150.000 fletë votimi më shumë se ka shqiptarë ky vend. Ose votues më saktë. Sepse sipas të dhënave tona, me të dhënat e censusit 2023, rezulton që në Shqipëri kanë votuar 87% e shqiptarëve. Kjo është një shifër që nuk do në asnjë vend të Evropës. Por ndërkohë, sipas po dhënave tona të mbledhura nga të gjitha zonat që kemi kampionuar në nivel qendrash votimi, rezulton që numri votuesve nuk përputhet me filmimin e kamerave, pasi në qendra që kanë votuar mbi 400 veta duhet kishte pasur një qytetar në çdo 1 minutë 10 sekonda. Në qendra që kanë pasur 360 votues, duhet kishte të paktën 1 votues në 2 minuta. Në qendra që kanë pasur 560 votues, duhet kishte të paktën 1 votues në 1 minutë e pak. Në këto dhëna që na dalin, që nuk rezulton në asnjë rast të komisionerëve që kemi intervistuar dhe që kemi regjistruar numrin e qendrave votimit, rezulton që ne kemi një manipulim inxhinierik, ku mjeti kryesor kanë qenë pajisjet e identifikimit biometrik, që për më tepër kanë qenë online. Armando Vrushi, në kryetari i Partisë Aleanca Konservatore, ka bërë një monitorim të plotë të gjithë dhënave dhe ka arritur që të përgatisë një strukturë raportimi, e cili kemi bashkëpunuar dhe kemi nxjerrë këtë material, ku
kemi kapur OSB-n duke gënjur 10 herë, dhe ky raport është dërguar të gjithë përfaqësuesve që kanë ardhur në Shqipëri, emër për emër, dhe të gjithë institucioneve që kanë lidhje me OSB-n, dhe po ashtu dhe një grup i ambasadësh përfshi dhe misionin amerikan në OSB, dhe po ashtu edhe ambasadave që ndodhen, disa ambasade që ndodhen në Tiranë. Në dhënat tona rezulton që Shqipëri nuk ka pas zgjedhje fare. Fare. Ka pas një votim të trukuar, ku nga diaspora është penguar ardhja e votave të shumë shqiptarëve në Shqipëri, ndërsa një pjesë janë krejtësisht fake si vota, dhe me këtë logjik, ne kemi ndërtuar një raport që mund të auditohet. Pra jo një raport se çfarë ka ndodhur në Shqipëri, po një raport që mund të auditohet, pra të verifikohet. Ku elementi i parë është verifikimi i censusit, verifikimi i dytë është i sistemit TIMS, verifikimi i tretë është i listës të votuesve në pajisje identifikimit biometrik. Elementi tjetër është databaza e PER-it që quhet website diasporës, sepse sipas dhënave tona, sistemi PER është bërë në një manipulim plot nëpërmjet një tenderi fake me një kompani e cila gëzon konsensusin e gjithë partive politike, por që në fakt ka bërë gjithë manipulimin e dur nëpërmjet kontraktimit të një kompanie italiane që ka autorizuar gjithë identifikimin biometrik shqiptarëve, dhe të gjitha të dhënat e shqiptarëve në momentin që futeshin në PER, rezultoni që ishin regjistruar dhe në website-in e Partisë Socialiste vendi pikim për diasporën. Avokat. Kemi mbledhur dhëna, po. Deri më tani kemi disa interpretime të këtyre zgjedhjeve. Kemi nga mazhoranca shprehimisht mund të themi që e ka konsideruar sukses, duke fituar mandatin e 4, Partia Demokratike kërkon nga KQZ një rishqyrtim për votimet, një pjesë e cila janë refuzuar si kërkesë hapjes kutive të votimit, dhe ju thoni që këto zgjedhje janë inekzistente. Shqiptarët cilët duhet të besojnë? Cilin interpretim, cilin vëzhgim? Në fakt raportet tona janë në anglisht. Kemi hequr dorë nga Shqipëria për faktin se Shqipëria ne ka braktisur këtë drejtim, po shohësh Partia Demokratike nuk përmend asnjë nga detajet që ne përmendim, sepse është e kompromentuar deri në themel. Si me tenderat që janë bërë për pajisje identifikimit biometrik Smartmatic të George Sorosit, që nga momenti i trajtimit që ata i kanë bërë sistemit PER dhe kompanive që kanë fituar tendera në mënyrë abuzive, ku PD-ja nuk ka thënë asnjë fjalë për to, që nga mënyra se si ka braktisur të gjithë monitorimin e kontraktimit të DHL-s, ku vetëm kontratën e DHL-s nuk e kishte për 4 muaj rresht, dhe kujtua ta kërkonte vetëm 2 javë më parë, dhe aty rezultoi që pas ka një aneks konfidencial për votën dhe taksat e shqiptarëve. A thu se më kujton dhe historinë e vaksinave, Pfizer, që ishte kontratë konfidencialiteti. Dhe PD-ja u kujtua 3 javë mas zgjedhjeve për të. Në raportet i kemi në anglisht, po punojmë drejtuar forcave konservatore në Europë, me raportimin ton, ku ne në Amerikë tregojmë atyre që pajisjet që u përdorën për të manipuluar zgjedhjet në Amerikë të Donald Trump dhe skema e manipulimit me postën që përdorën nga Donald Trump 2020 u eksperimentua në Shqipëri mbas vitit 2020, duke filluar me 2021 me tenderin që u bë me pajisje Smartmatic, të kërkuar, të përgatitur nga Partia Demokratike e Lulzim Bashës, por fatkeqësisht po të njëjtët njerëz që e bën për Lulzim Bashën këtë punë, sot e bëj dhe për Sali Berishën. Dhe Sali Berisha hesht, sepse i gjithë gjirizi që kanë mbledhur aty janë po këta që kanë bërë këtë pislëk, dhe ai nuk i shet të vetë, siç nuk e shet as atë, sepse kjo është çështje plani. Berisha gjithashtu akuzon Ramës se ka pasur ndikim në ndryshimin e raportit të OSB-ODIR. Si mund ta quajmë heshtje nga ana e Berishës? Nuk ka thënë asnjë fjalë Sali Berisha për pajisje identifikim biometrik. Për raportin, dhe as për atë që ato kanë qenë online. Për raportin e zgjedhjeve ka komentuar. Për këtë gjë asnjë nga PD-ja. Asnjë zguxon flas nga PD-ja për këtë temë, se tenderin e ka bërë PD-ja, kurse votat i ka marrë Rama. Pra lekët këta, kioska xhint, Rama si korporat merr votat. Ky është themeli gjithë kësaj farse të denoncimit të manipulimit zgjedhor, ku ti nuk e dëgjuar asnjë fjalë, asnjëherë që në kuti votimi janë 150.000 fletë më shumë. Përkundrezi, thonë që mungon 130.000 fletë, por ama këto që janë kuti. Që s'janë këto, pra, se janë tjera, se janë 130.000 plus, se këto janë konsumuar. Skurt muhabeti nga dhënat që ne na dalin, nga gjithë të dhënat që kemi bërë, na rezulton që Shqipëria është një ngjarje unike zgjedhore, që është votim sipas modelit stalinist, nuk ka rëndësi kush voton, rëndësi ka kush numëron, sepse skema e manipulimit total të zgjedhjeve që është bërë nuk ka të bëjë thjesht me atë që ngren Partia Demokratike, që ishin të lira, sepse shteti ushtronte presion me patronazist, dhe ishin të ndershme sepse shteti falte gjoba. Kjo është gjë e vogël. Këto gjithsesi janë gjë e vogël. Pse?
Se sido që t'jetë, këto kanë bënë me pengmarrjen e votuesve shqiptarë. Pra me mungesën e lirisë edhe me blerjen e tyre, me ofertën e absurditetit të faljes gjobave, se fund fare po ta shohësh, ja u ka prish me shqiptarëve se u ka fal gjobat dhe si thush, prandaj kemi humbur zgjedhjet. Në fakt, zgjedhjet nuk janë humbur për këtë gjë. Zgjedhjet s'ka fare. Është si puna e asaj historisë. 99 arsye pse nuk bien këmbanat dhe arsyeja 99 ishte që s'ishte këmban fare. Nuk ka zgjedhje hiç. Të dhënat tona janë përgatitura për Kongresin Amerikan, për Senatin Amerikan, për Departamentin e Shtetit, ku ne kërkojmë asistencë teknike për monitorimin ose më saktë për auditimin e zgjedhjeve, sepse ne kemi përgatitur një skenar auditimi. Jo thjesht një raportim të manipulimit zgjedhor, të farcës zgjedhore. Që kjo përfshin sisteme digjitale, ku do mjaftonin 2 persona me akses free në sistemet tona të komunikimit, për të zgjidhur të gjitha dhënat përkatëse se si janë manipuluar këto zgjedhje. Sepse kanë lënë gjurmë që ne besojmë se i kemi arritur të identifikojmë, të cilat do zbërthenin gjithë procesin zgjedhor në Shqipëri. Por nuk ka vullnet nga ana opozitës për këtë gjë, sepse ata kanë frikë nga ne, kanë frikë nga komunikimi jonë ndërkombëtar, pavarësisht se na izoluan 2 muaj gjatë fushatës zgjedhore, tani nuk kanë ç'bëjnë më sepse ne jemi shkëputur nga detyrimi për të qenë etik me koalicionin, siç ata nuk ishin. Por desha t'ju kujtoj që të dhënat tona i referohen edhe grantit për 10 milion eurosh të Mira Muratit, ku sot lajmi i fundit është që Edi Rama ka përgatitur një grant për 67 milion eurosh të tjera për sigurinë kibernetike, se Gjoja Cili Bashën e paska sulmuar Rusia për të manipuluar zgjedhjet tona. Në fakt, Cili Bashi me Edi Ramën janë pjesë e një teatri shumë vjeçar, 4 vjeçar, të hakerimit të dhënave të shqiptarëve për të justifikuar urimin e gjithë dhënave pa pasoja penale. Që të gjitha dhënat kanë shqiptarë. Dhe tani që shfutën inteligjenca artificiale dhe sigurinë në pojza kibernetike e 6 shqiptarëve, kërkon të fitohet një rrjet përfundimtar për mbylljes i të gjithë skenës. Ne besojmë që i kujtojmë që do të jetë për konsum me sa shohim ne e minimal për të marrë këtë çështje. Pa mbet botë orë, shohim edhe akti që njerëzit vazhdojnë të bëhen pre e manipulimit mediatik dhe të ngelin i lavazhit që prodhon puna pashë dhe ndërkohë. Më dëgjon? Po, avokat. Doja të kujtoja, jam në linjë? Po. Po. Doja të kujtoja që pjesë e këtij sistemi patronazhimi është dhe arma e policore që po shpik policia vullnetare. Por lagjesh njësoj si në Iran, njësoj si në Venezuelë, është një polici vullnetarësh që ka të bëjë me krijimin e një arme të patronazhimit. Patronazhimi është shkëndërjen të veshur policë. Dhe del në uniformë. Të skeme re ka të bëjë me faktin që Rama e di shumë mirë ka fituar të zgjedhje, pavarësisht që njerëzit duhet që themu. Rama ka bërë një ka mjaftuar marrëdhënien e shqiptarëve. Do doja një koment, një analizë nga ana juaj për pjesën e patronazhimit gjatë këtyre zgjedhjeve parlamentare. Si ka qenë strukturuar? Si mund ta cilësojmë, si mund ta evidentojmë? Sipas të dhënave pikaset patronazhimit gjatë këtyre zgjedhjeve. Ku e keni evidentuar ju? Sipas të dhënave tona, patronazhimi një sistem i marrë të të përshtypur dhe mua. Ta kanë marrë gjithë tona, i strukturojnë në një në bazë të dhënave tona, gjeni tona të dobta, miqta të kushtë. Kërën hallin për ne nëse e kemi dhe kërkojnë të zgjidhin, ose kërën një hall që do na nxjerrë dhe jetën nëse. Me fatura, me dokumente tekash, me çdo mjet, me çdo formë që ta kanë shkikur që në kohën e komunizmit. Mjetet që ata përdorin për përfshin gjitha dhënat tona digitale. Tash ngon asnjë dhënë. Në sistemin e tyre të përgatitur me inteligjencë artificiale, ata kontrollojnë edhe orën kur ne votojmë. Do të kujtoj që ndryshe nga artë të tjera, kjo bësh në mënyrë manuale vitën përpara. Sigur pa votu pa kjo vetë. Si divizion vjetrik që duhet të jenë
online, janë të gjitha online, pavarësisht se janë offline janë online për Partinë Socialiste. Nëse mbani mend fletët e kapura në një qendër votimi në Tiranë, ku Ambrozia Meta gjeti patronazhistët me laptopa, aty ndodheshin fletat printuara që korrespondonin strukturës së pajisjes të identifikimit biometrik. Sepse çdo një orë pajisja e identifikimit biometrik bën një raportim online. Dhe të gjitha të dhënat shkonin direkt në Partinë Socialiste. Dhe ata kontrollonin se cili person nuk është paraqitur dhe kush paraqit të orë. Pra ajo që ne kemi kuptuar është që ky aparat monitorimi ka qenë vetëm për Partinë Socialiste, asnjë parti tjetër nuk ka pasur akses për monitorimin kush ka? Jo, s'ka pas shans askush. Partia Socialiste, duke i pasur pajisjet online në dhënat tonë e pajisjeve identifikimit biometrik. Sepse rezulton të regjistruara në qendrat e votimit, s'është as gjysma e votuesve pajisjeve identifikim biometrik. Dhe kjo mund ndodhi vetëm nëse ka një sistem të organizuar, të risht numrin e votuesve dhe për të shtuar votues fake. Pikërisht nëpërmjet kësaj skeme. Do doja të preknim edhe aktualitetin në botë. Rreziku i luftës së tretë botërore dhe pozicionimi i Shqipërisë. Pra, një përgjithësim i fundit është kjo rreziku i luftës së tretë botërore. Dje ka dalë një lajm që Gjermania po përgatitet për të shtuar bunkeret dhe për të rikonstruktuar ato që sepse ka frikë se mund të përballet me ndonjë sulm brenda 4 viteve. Dhe në këtë plan përfshihet edhe Shqipëria. Si ndikohemi ne si shtet? Në kthehet në një krizë çmendurie dhe psikopatie në kundërshtim. Europa kërkon luftë me çdo kusht. Po cila Evropë? Evropa e Po, sepse Shqipëria është në NATO, duhet të ketë një farë mbrojtje për të mos u përfshirë në këto plane luftarake. Uroj që Shqipëria të gjitha antenat i ketë lidhura me Amerikën, as pak me ku qartas po synon me çdo kusht, me çdo mjet. Këtë nuk po e them unë, këtë e thojnë shumë forca konservatore në Europë, që jemi përballë një çmendurie. Një javë më parë ndodhi një absurditet ushtarak, arsenali bërthamor i Rusisë. Arsenali bërthamor i Rusisë përbët nga bushja, tjetra është transporti dhe treta është komanda, bashkë me radarët. Avokat, do doja edhe një koment të fundit në lidhje me luftën Ukrainë-Rusi dhe lindjen e mesme, të lutem, sepse nuk na premton koha. Një koment të fundit. Këtë po përmbyllja. Të godasësh arsenalin bërthamor të Rusisë dhe armatosja në Europë me fokus luftën me Rusinë bazohet në një psikopati në aspektin ushtarak, sepse nuk ka asnjë rrezik Europa për të sulmuar nga Rusi, sepse deri tash nuk vuan nga ndonjë skizofreni politike përveç se i Tereza Vecaja, hegemoni që kanë përpjekje të fundit të establishmentit global liberal para rrezikut se asnjë po i vjet për të çuar botën drejt një krize të paprecedente të rrezikshme. Me Amerikën dhe të ketë shumë frikë nga çmenduria europiane, sepse Avokat, do duhet ta lëm për një herë tjetër këtë diskutim për shkak se nuk na premton dhe koha edhe cilësia e internetit është e dobët. Nesër ju kujtoj që fillojmë kallëzimet për Ilirian Celibashin, si instrument të shkatëruar sistemin zgjedhor në Shqipëri dhe për ta kthyer në një farsë totale. Falenderoj. Mirë, kemi qëndruar me avokatin Altin Goxha deri në këto momente për diskutime për aktualitetin rreth vendit dhe botës. Tani do shkëputemi në publicitet.